për prona. Në asnjë rast dhe në asnjë moment, asnjë qeveritar që sot është në pushtet dhe ishte në pushtet, nuk ka fol kaq qartë dhe pastër sa po flasi kjo parti që është sot këtu. Unë këta dy në njerëzve që sot po na mbështesin e vërtet që su kam lënë botë. Nuk u kam lënë botë sepse nuk i kemi njohur. Nuk e kemi kuptuar se çfarë njerëzit dhe çfarë ardhmë kanë. Por tani, po e kuptoni vetë ju shqiptar. Sepse e ardhmja jonë është ndryshe. Duhet ndryshojmë nga këto parti cilat na kanë shfrytzuar tash 30 e sa vite. E kisha lut kryeministrin shqiptar, me qenë se din shumë gjuhë huja dhe flet shumë gjuhë huja, po shqip apo flet. Ne po flasim shqip o kryeministër. Ne po të kërkojmë o kryeministër që t'jesh pranë nesh dhe na zgjidhësh hallet tona dhe ta kemi cituar që kërkojmë vetëm pronën. Pronën e të parëve tanë që gjyshim sot ndodhet në atë jetën e përjetshme ku më ka lënë trashëgimin pronën dhe tokën. Sot vjen një oligark i cili mbështetet nga qeveria, nga njerëz korruptuar dhe duan ta grabisin pronën me forcë me dhunë. Por Bashkimulaj, ta premtoj edhe një herë që nuk e gëzon pronën e gjyshërve tonë. Sepse